Të nderuar teleshikues, sonte kemi vendosur për herë të parë që të transmetojmë përmes YouTube kanalit me Milajm Zeken përgjime ose incizime ekskluzive që kanë dalë nga Prokuroria Speciale e Tribunalit Hagës, e cila ka vite që është duke i akuzuar ish-krer të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Është shkru që disa vite se si bia serbe përmes agjentëve të vet e ka korruptuar ose e ka futur në një lojë shumë të djallëzuar ish kryeprokurorin e Prokurorisë Speciale pranë dhomave të specializuara Jack Smith, për cilin ne sonte do të dëshmojmë në bazë të këtyre audioincizimeve se ai ka qenë thellë i involvuar dhe pikërisht për shkak të këtyre involvimeve u tërhoq nga Prokuroria Speciale, shkoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një mision shumë special për ta akuzuar dhe për ta arrestuar presidentin aktual të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Mbas gjithë kësaj loje, edhe rreth arrestimit edhe akuzave të ngritura nga ish prokurori Jack Smith ndaj presidentit Donald Trump, sigurisht që ka fakte dhe dëshmi që dëshmojnë se është Serbia dhe Rusia. Realisht ishte kryeprokurori Jack Smith, ai i cili e turproi botërisht Donald Trumpin, ditën kur ish presidenti i Republikës të Kosovës ishte nisur për një udhëtim zyrtar ku do të pritej në shtëpinë e bardhë nga presidenti amerikan, dhe atë ditë do të nënshkruhej marrëveshja e paqes në mes Kosovës dhe Serbisë. Mirëpo, për ta parandaluar krejt këtë marrëveshje të paqes, e cila do t'i konvenonte vetëm Kosovës dhe askujt tjetër, Jack Smithi, me turpin më të madh, në mbështetjen e kancelares gjermane Merkel dhe kryeministrit britanik Boris Johnson, domethënë me nxitjen e tyre, Jack Smith pikërisht në kohën kur Hashim Thaçi ndodhej në aeroportin e Vjenës, shpalli aktakuz ndaj tij. Dhe kjo ishte arsyeja pse presidenti Thaçi u kthye në Kosovë dhe më vonë dha dorëheqje dhe vullnetarisht i u dorëzu gjykatës speciale në Hagë, ose siç quhen dhomat e specializuara. Por çfarë ka ndodhur në prapaskena, si ka vepruar Jack Smith përmes agjentëve të bijes serbe, të cilët u paraqiten si agent lartë të CIA-s amerikane, në krye me Faik Imerin dhe disa biznesmen të njohur këtu në Kosovë, dëshmojnë dhe rrëfejnë bisedat në mes biznesmenit Halit Sahitaj, i cili jeton në Spanjë, dhe kryeprokurorit ose njerit nga prokurorët më të lartë mbas Jack Smithit, Alan Tiger, i cili është prokurori kryesor në procesin gjyqësor ndaj Hashim Thaqit. Ne po japim vetëm pjesën e parë, por janë krejtësisht 18 pjesë të cilat do të transmetojnë për ta kuptuar të gjithë teleshikuesit brenda dhe jashtë trojeve shqiptare se deri ku ka arritur të depërtoj bia serbe. Sikurse në rastin e parë që përmes 2 gazetarëve të Birnit në Shqipëri u kriju ajo pralla rënqese rreth ekzistimit të shtëpisë së verdhë në Burrel, e nga kjo shtëpi e verdhë, pastaj Dick Marty përpiloi një raport, gjoja që ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës i kanë nxjerrur organet nga trupat e serbëve dhe i kanë shitur ato vesh, zemrat, e tjera. Shumë më vonë
doli se krejt kjo ishte sponsorizuar nga Rusia dhe nga Serbia në Këshillin e Evropës. Doli ma vonë dhe nuk është tani më sekret që ish ambasadori i Serbisë në Zvicër ka deklaruar publikisht se të gjitha raportet ose dëshmit në thojza rreth këtyre gënjeshtrave kaq bizare janë ndërzuar nga ana e tij Dick Martit, i cili tani më veç ka ndruar jetë. Por ta dëgjojmë në vazhdim pjesën e parë të bisedës mes Halit Sahitajt dhe prokurorit Alan Tiger në Tribunalin e Hagës. Alo? Halo, da li me čujete? Da, dobar dan. Dobar dan, gospodine Sahitaj. Ovo je Chris Bennett, mi smo se čuli prije nekoliko dana, ali prisutni su sa mnom i naš glavni tužilac, to je Alan Tiger. Imamo i glavnog istražitelja, to je Zdenka Pumper, imamo i tumača koji će tumačiti između albanskog i engleskog jezika za vas, ok? Da, ok. Ok, važi, doviđenja. Doviđenja, gospodin. Përshëndetje, unë jam përkthyesi. Përshëndetje. Po. Good afternoon, sir. My name is Alan Tiger. I'm a senior prosecutor with the SBO. Personi që po flisni është Alan Tiger, është prokuror I lartë me zyrën e prokurorit specializuar. Vjen mirë. Nice to meet you too, sir. Ne kënaqem që të flasim bashkë. Faleminderit. We are calling in connection with your recent telephone call with Mr. Bennett. Po ju marrim në lidhje me atë telefonatën e fundit që keni zhvilluar me zotin Bennett. Po, e qartë. I will be going on the record in just a moment when we'll be recording this conversation or this discussion in the manner that was done when you first gave information to the office in October of 2020. Pra për pak do ta filloj bisedën zyrtarisht, do ta regjistroj ashtu siç ka ndodhur edhe në gjatë bisedës pra intervistës që kemi bërë në tetor të 2020-s. Po. As I said, the focus and purpose of the discussion will be about the call you had with Mr. Bennett and the information you provided him. Pra, për fokusi I bisedës do jetë përmbajtja e bisedës që keni bërë me zotin Bennett. Po. And I'll explain that when we start the recording. Dhe unë do t'ju shpjegoj çdo gjë kur të fillojmë regjistrimin. Okay, e kam të qartë. That's clear for me. Okay, fine. All right, and so we'll begin recording now and I'll begin the more formal introductions. Okay, do ta filloj regjistrimin tani dhe do bëj ato prezantimet zyrtare. Okay. Okay. Good afternoon, everybody. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. It's April Good afternoon. 22nd, 2022. The time is approximately 4 o'clock in the afternoon. Pra është 22 prill 2022 dhe ora është afërsisht 4 e mbasdites. Po. And we are in a signal call with a witness who has the reference code W04370. Pra jemi në një thirrje nëpërmjet Signal me dëshmitarin që ka kodin W04370. My name is Alan Tiger. I'm a senior prosecutor with the Specialist Prosecutor's Office. Unë quhem Alan Tiger dhe jam prokuror I lartë I zyrës prokurorit specializuar. With me is investigator Zdenka Pumper. Bashkë me mua është hetuesja Zdenka Pumper. And our interpreter is LA11. Dhe përkthyesi është LA11. Po.
the purpose of today's call Qëllimi I telefonatës së sotme is to follow up on a phone call that we understand W04370 had on the 13th of April. Pra, kjo telefonat përqendrohet pra në bisedën që juve keni W0470 keni bërë më 13 prill. Excuse me, that would be 12th of April. Më falë, është data 12 prill. With Mr. Chris Bennett. Me zotin Chris Bennett. Po. Yes. And I understand that at that time, you, sir, wanted to provide additional information about your interview on October 1st, 2020. Dhe me sa di unë, në atë bisedë, ju donit të jepni informacione shtesë lidhur me intervistën tuaj që keni dhënë për ne në 1 tetor 2020. Po. Just by way of background, Pra, për të shpjeguar rrethanat, that interview was with Mr. Harbach and Mr. Meyer. Kjo intervistë është zhvilluar me zotin Harbach dhe zotin Meyer. Po. At the outset of that interview, Mr. Harbach advised you that this office was investigating allegations of serious international and transboundary crimes in Kosovo and parts of Albania between 1998 and 2000. Edhe në atë intervistë, zoti Harbach ju shpjegoi juve që ne po bënim hetime për krime ndërkufitare dhe ndërkombëtare që ka ndodhur në rajon në periudhën midis vitit 1998 dhe 2000. Mr. Harbach provided you with a copy of your rights under Rule 42 of the Rules of Procedure and Evidence. Zoti Harbach ju bëri paralajmërimet e duhura dhe gjithashtu ju përmendi rregullën 42 provave dhe evidencës. Also explained that you were there in the capacity of a witness. Gjithashtu ju ka shpjeguar që ishit e thirrur si dëshmitar. That you had the right to the assistance of an interpreter free of charge. Që kishit drejt për një përkthyes falas. That the interview was being recorded, in that case audio and video recorded. Që intervista po regjistrohej dhe në atë rast po regjistrohej me zë dhe figurë. That it was a criminal investigation and any statement you made may be used in proceedings before the Kosovo Specialist Chambers. Dhe që ishte një hetim penal dhe çdo deklaratë që do t'i jepnit mund të përdorej në procedurat para dhomave specializuara të Kosovës. That you were obliged to tell the truth, and if you did not, you could be prosecuted before the Kosovo Specialist Chambers pursuant to Article 52 of the law establishing the chambers. Dhe që ju ishit detyruar të tregoni të vërtetën, në rast të kundërt mund të ndiqeshit penalisht nga dhomat e specializuara të Kosovës, sipas rregullit 15.2 të ligjit për themelimin e dhomave specializuara të Kosovës. If you believe that you might incriminate yourself or your spouse, parents, or your children as a result of answering a question, you could refuse to answer. Dhe nëse ju besonit që mund të inkriminonin veten, apo bashkëshorten, apo fëmijët të afërmit tuaj, duke u përgjigjur në një pyetje, mund të mos I përgjigjeshit asaj pyetje. And you were asked if you understood your rights and obligations. Dhe ju pyetën nëse I keni kuptuar të drejtat dhe detyrimet tuaja, dhe ju jeni përgjigjur pozitivisht që I keni kuptuar. And I presume you still understand that those rights. Dhe besoj që I kuptoni ende ato drejta që kishit. E kam të qartë kjo ardhe këmë. Yeah, everything is clear.
Kjo ishte biseda e parë e zhvilluar në mes biznismenit Halit Sahitaj dhe prokurorit Alan Tiger në Hagë, bised ose dëshmi e cila është bërë nga ana e Halit Sahitajt sipas instruksioneve të Fajk Imerit, i cili është paraqitur si agent i lartë i cies amerikane me emrin Floriani. Në pjesën e dytë do të rrefejmë se kur Fajk Imeri e kontaktoi Halit Sahitajn, pse e kontaktoi, cili ishte qëllimi i bisedës parë të zhvilluar në mes Fajk Imerit dhe Halit Sahitajt, si erdhi deri te një rran shumë e madhe cilës i besoi fillimisht Haliti, sepse Fajk Imeri i tha që AQI-ja në Kosovë dhe qarqet caktuara në Kosovë me qëllim që t'i marrin para Halitit, i kanë hap llafin se Haliti është agent i lartë i shërbimit sekret rus. Dhe Fajk Imeri dëshironte të t'i ndihmonte Halit Sahitajt. Por krejt kjo ishte vetëm një kurth nga ana e Fajk Imerit. Për krejt këtë kurth të organizuar nga shërbimi sekret serb dhe Jack Smithi dhe Fajk Imeri, do të flasim në përgjimet në vazhdim, ku Halit Sahiti i spjegon prokurorit Alan Tiger se si ka ardhur deri te kjo, si ka zbulu pastaj Fajk Imerin që nuk është Floriani, por është Fajk Imeri, si kanë udhëtu bashkë në Beograd, si janë taku me shefin e bijes serbe shërbimit sekret serb Bojan Dimić, me Radojčićin dhe me personat e tjerë në Beograd, ku ndërta ka qenë edhe ish shefi i gjandarmerisë të policisë serbe në Kosovë. Për gjitha këto, mbas 3 ditëve, vazhdimi numër 2. Në tërësi janë 18 incizime të cilat ju do të keni rastin t'i dëgjoni.